Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falë dhe ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, do të flasim për mbikëqyrjen apo kontrollën që e ka Allahu subhanahu wa taala mbi ne dhe në raste të veçanta njerëzit a e kontrollojnë vetveten ajo dhe a mund ta kontrollojnë vetveten ajo. Allahu subhanahu wa taala me disa ajete që do të përmendë unë se ka dhe tjera, thot alladhi yaraka, Allahu është ai I cili të sheh hina taqum, kur të lëvizësh apo kur ta kryesh faljen, hina taqum aludohet te namazi, wa taqallubaka fi sajidin, edhe kur bjen në sejdë, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allahu është me ju kudo që jeni. Allahu është me ju kudo që jeni, nën kuptohet Allahu është me ne me diturinë e tij. Pastaj Allahu thot inna Allaha la yakhfa, Allahu asgjë nuk I ik fil ardi wala fis sama, as në tokë as në qiell. Inna rabbeke lebil mirsat, me të vërtet Allahu na ka në prit. Dhe me thonë Allahu Gjeleshanuhu na kontrollon të gjithëve dashtëm apo nuk dashtëm. E besojmë këtë apo nuk e besojmë. Ne muslimanët e besojmë fort që Allahu Gjeleshanuhu na ka në kontroll. Të ndershëm vëllezër, kështu në dunjaja Allahu na ka tregu për mos mu habit, për mos mu çudit se ai të gjitha veprat tona që I bëjmë, qofshin të mira apo të liga, Allahu I din. Ndoshta njerëzit nuk I din, mirë po Allahu fuqiplot të gjitha veprat para se t'i bëjmë I din. Para se me I mendu, Allahu e din se çka do të mendojmë, e jo çka do të veprojmë. Do të thonë, nëse Allahu e din për shpëritjet e zemrave tona, I din dhe I ka në kontroll mendjet e tona, mos flasim për veprat tona. Tash me disa hadithe, hadithin e parë transmeton Ebu Gjundub radiallahu anhu, thot, ka thonë Muadh ibn Jabal, o prej sahabeve, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ittaqillaha haythu ma kunte, ke frikë Allahun kudo që të jesh, ke frikë Allahun kudo që të jesh, wa atbil as-sayyi'a al-hasana tamhuha, në qoftë se e ke bën një vepër të gabuar, pastaj më njëherë pas saj e bën një vepër të mirë, ajo e mirë e fshin atë të keqe, atë të ligë, wa khaliqin nase bi khuluqin hasanin, edhe kur të flasësh me njerëzit, fol me fjalë të mira, me moral, me etik, do të thonë me sjellje normale. Ky hadith e tregon jetën në përgjithësi të njerëzve, posaçërisht të muslimanëve. E para, të ndershëm vëllezër, ke frikë Allahun kudo që të jesh. Tash ne a jemi njësoj kur jemi vet edhe kur jemi me njerëz? Jo. Shembull, nëse e falim namazin vet në shtëpi edhe e falim namazin para xhamatit në xhami, a e falim njësoj ajo? Kur jemi vet e falim më shpejt, e kur jemi me njerëz se na shohin njerëzit, e falim shpejt apo më ngadalë? Normale është njeriu kur vet ka mundësi disa punë me bëm, edhe flet diçka me mendjen e vet, qoftë gabima, keqa, mira, shtrihet si do e. Ama kur është para njerëzve, nuk mundet me qenë njësoj. Mirë po, një punë të kemi parasysh. Asnjëherë njeriu nuk është vet, por e ka Allahun që e kontrollon edhe e mbikëqir secilin herë dhe në secilin moment. E dyta,
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, normale që njerëzit janë gabimtar. Secili prej nesh i ka gabimet e veta, qofshin të vogla apo të mëdha, edhe të ndërshëm vëllezër, mëse vetë pastaj juve, nëse e keni gabu, menjëherë bënja një vepër të mirë. Sa Allahu xhaleshanu atë gabimin që i ke bërë, nëse pendohesh e fshin, si agama që e fshin shkrimin me laps, ndoshta edhe me stilograf, e fshin secila vepër e mirë, gabimin e mëhershëm. Dhe e treta, kur të rish me njerëzit, kur të flasësh me njerëzit, bëhen i sjellshëm, i moralshëm, që nëse edhe e gabon, njerëzit kur ta shohin se je i sinqert, ta falin. Ama me qenë se e ke me qëllim gabimin, atëherë ndoshta dikush edhe nuk e fal. Vazhdojmë me hadithin tjetër. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma ka qenë i ri në këtë kohë që kanë transmetuar këtë hadith. Tha një ditë prej ditëve isha pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe Muhamedi alayhis salam mu drejtua dhe më tha: ja bunayya, o djalosh, sepse ka qenë i ri, afër 15 vjeçar. Thot: ihfadhillaha yahfazka. Ruju nga Allahu, e ka qëllimin respektoj Allahun. Nëse don Allahu të të mbron ti. Ruaja Allahun, tash ruaja Allahun, ne si njerëz a mund ta mbrojmë Zotin? Nuk mund ta mbrojmë. Zoti s'ka nevojë për mbrojtjen tonë. Por qëllimi i kësaj është obligimet e Zotit që në vend, nëse don ose kërkon nga Allahu me të mbrojt. Shumë herë kemi shtjellu këtë çështje, fort nuk ka kuptim. Ne të kërkojmë nga Allahu, a asgjë mos bëjmë për Allahun. Më thonë, kërkon nga Allahu të mira, namazin nuk e fal. Kërkon nga Allahu të mira, në besim ndaj tij i dyshimt. Kërkon nga Allahu të mira, pejgamberin e tij nuk e ndëgjon, nuk e beson, urdhrat e tij nuk i çon në vend. Tash sa ka kuptim ne më u drejtu Zotit, a rrugën e tij nuk e konsiderojmë të vërtet, jam duke folë tash për muslimant e devotshëm, jam duke folë në përgjithësi. Më thonë, i gret duart lartë, kërkon nga Zoti, Muhamedi alayhis salam thot, pasurinë e ka haram, ushqimin haram, pijen haram, veshjen haram. E si, a ka mundësi me ja pranu Zotit? E dyta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse kërkon ndihmë, do më thonë tash Abdullah ibn Abbasit i thot: ihfadhillaha yahfazk. Nëse kërkon nga Allahu ndihmë, ta di se Allahun e ke me vete. Pastaj thot, nëse Allahu e ka shkruajt me të ndodh një e mirë, Allahu don mund dhe juve na ndodhe sot një e mirë. Kretë bota me qenë nënën e kundërt, jo vetëm njerëzit, edhe xhinët, edhe djajt, edhe kretë krijesat me qenë nënën e kundërt, ajo e mirë ka me të ndodh. Mirë po në qofse Allah e ka shkruajt mu sprovu, kretë këta fuqi njerëzore që i shohim dhe nuk i shohim, me dasht me ndalu atë sprof, nuk mundër me ndalu. Se Allahu dhe lëshanë në kam bykqirja. Aje din se cilin për nesh qëfar të mire i qanë edhe qëfar sprovi i qanë. Ne jemi njerës njësoj, mirë po emocionet nuk kemi njësoj, fuqin nuk e kemi njësoj, diturin për shembull, trupin, dikush ma i gjatë, dikush ma i shkurt, kilën, dikush ma shumë kilogram ka, dikush ma pak. Në më thonë, njësoj jemi, ama se cilin vete e ka dallimi. Për atë shkak, edhe sprovat nuk jemi njësoj.
Edhe lufta nëse ndodh, secili prej ne nuk sprovohet njësoj. Ta zonë, për shembull, dikush është plagu në krah, dikush në këmbë. A njësoj, nuk a njësoj. Dikush është plagu në veshë, dikush t'i ka humbë të pamurit, nuk a njësoj. Po tha mund të sprovat. Pse se Allahu Gjellëshanu realisht e sprovon secilin prej neve me mundësitë që ka ai me duru. Mirë po, të gjithë jemi në bykqyrje, në kontroll. Këtë duhet me pas parasysh. Nëse mundesh me ikë, ose unë ti të iki, Allahu të se në ikë. Mirë po, e kanë sprovu një prej sahabëve të vegjël, një sahabë pak më i vjetër i ka thonë, se i ka qenë çoban, bari. Edhe i ka thonë, bare një dele, ose një dash edhe e prejsi me ham, edhe i themi ati shefit e drejtorit e bykqyrësit të ative dhenve që e hangri ujku. Po tha, jo se ki djali ri, thot, po e kuptona, jo po thot se s'ka se e kupton, vetëm ne t'jemi. Po dhe po thot ai, po ama unë e kam qëllimin të ai lartë, të Allahu, a e di. Ta është njerëzit do njerë nuk e dit. Ama nëse jemi të sinqert me Zotin, a e di. Edhe njëherë të ndërshëm vëllezër, ne si njerëz, secili prej jush, edhe unë, edhe kudo që janë musliman në botë, a ka mundësi dikush me thonë, ti, edhe filoni dhe falloni, asë një punë të mirë se ka. Nuk ka mundësi. Nuk ka njëri që se ka një punë të mirë, ama edhe nuk ka njëri që se ka një gabim. E tash nëse ti më do mu, më respekton, ti mos u kap të gabim jem. Ti nëse do me ndajt me mu, ki me e gjet një të mirë të unë që mu mbajt me mu. A nëse do me më largu, e pan si e pan ma gjenë një të keq edhe një gabim, thu, valla unë për shkak këti gabimit mo me ti. Mirë po, ne si njerë nuk është puna janë mi hulumtu të mirat dhe gabimet e njerëzit. Puna janë është me dhonë përgjësi si cili për vetë vetër. A nuk e kemi obligim ne mi studiu njerëzit, kush që ka pa. Po sa qërish në zemrën e njerëziva, mund me të përtu, nuk mundim. Zemrat ekskluzivisht i kontrolon vetëm Allahu fuqiplot. Ne si pas veprave, njerëzive mundi me thonë, valla be kjo vej për qenë ka e mirë, edhe kjo vej për qenë ka e keqe. Mirë për nuk mundi me për një vej për me thonë njëri të, ti si e njëri mirë. Ose për një vej për të mirë me thonë, ti në gjennet kjo. Bani doa dhe lutë një Allahun, që nëse Allahu e shkrunë, dhe nuk e tim kur kina me vdek. Thonë, jo Allah, në bandë mundshme me vdek një vdekje të mirë. O Allah, në bandë mundshme me vdek një vdekje të mirë, sepse ne kina me vdek, po më stakoritim familjen dhe mahallën. Që të kenë fitir, edhe me, unë e di që mërzia, po kur të vinë njerëzit me pa, dal nga dal të hekin mërzir. Të ndërshëm vëllezër, përcaktimi që e ka bo Allahu për të gjithë një, janë disa përcaktime që nuk ndryshojnë. Edhe pse njeriu si qenje, Allahu e ka kriju dhe e ka lënë të lirë. Krejt krijesa tjera dihet se çfarë obligime kanë. Edhe nuk mirën në pyetje. Kafsha më e mençur që mundet me qenë, ku e di kusha, nuk ka përgjithësi para Zotit. Ama njeriu për secilën vepër, qoftë e mirë apo e ligë, ka përgjithësi. Njeriu pse se i ka dhënë mendje. Ama janë disa përcaktime që nuk kanë të bëjnë me njeriu. Unë si kam dorë, lindja ime, vdekja ime, Allahu Gjellëshani i ka dorë, ekskluzivisht. Edhe nuk guxojmë ne mu përzi këtë temë. Ne themi, ka pas kohë, bota ka pas probleme serioze ekonomike. Njerëzit s'kan pas ushqim, është në rregull. Mirë po,
A kemi tash argument se a vdes dikush në botë nga skamja ose nga uria? Thuhet që në për Afrikë ka vende që nga ushqimi i pakët vdesin. Ne, për shembull këtu, cili ka problem me ushqim? Nuk di unë që ka dikush problem me ushqim. Ne mund me pas problem, nuk e kemi një shtëpi, një vatan të mirë sa duhet, jemi ngusht. Nuk e kemi rrugën e mirë, se kemi një vetur të mirë, po e di unë, shkollimin se kemi si e duam ne. Mirë po, a mund me thonë se me ushqim kemi problem? Jo, se Allah Gjeleshanuhu, këtu po du me dalë. Se cilit prej neve, ja ka dhonë riskun. E më me lanë ndorë të njeriut riskun e njerëzve, ne kishim kapitulu moti kohë. E keni po njerëzit që ka për në botë. Me miliarda e me biliona në bank i kanë. Edhe ka njerëz që kanë probleme serioze ekonomike në botë, nuk i shkon mendja me ndimu. Vëç numra i gati, vëç numra. 200 miliard. Kur ta ndëgjem nëjse ka vdek. Qëka u po? Ato parët? Nuk i shkon mendja. Do më thonë tash, e kemi një kategori shumë të keqe nivel të botës, sa ka shtihen se kush ka me qeni pari, kush ka me qeni pari, vëç me po pari. E tash Allahu ta kish lënë jetën tonë, edhe rrezikun tonë, edhe ushqimin, edhe ujin, në dorë tyre, sa njeriu kish vdekë. Mirë po Allahu këtë çështje nuk e ka lënë dorën njeriu. Pa e harxhu riskun secili prej nesh, valla nuk vdes. Jo pandemia, 100 milion probleme me të ndodhë, nuk vdes. Pa buke, pa ujë, kena me jetu, ama nuk vdes. A kena me hek pak, normal, ama njeriu vdes se Allahu ta dërgon me lekul mautin, të ne i themi Azrailin, ta dërgon Azrailin ta me shpirt. Sepse realisht kemi hi pak në film, e lidhim vdekjen me disa smundje, ata smundjet të lloj-llojshme që janë, ato janë vetëm një lloj sebebi, një lloj shkaku, se para se me qenë kjo smundje ka qenë një tjetër, e ka marrë një tjetër. Do më thonë njeriu secilën herë ka mu sprovu. Do një sprovat ma të pakta do t'jenë, do një sprovat do t'jenë ma serioze, ma të dhaja, edhe njerëzit kanë mu marrë ma sprovë, sigur që jemi marrë që ma shumë se një vjetë. Si do qoftë të ndeshëm vëzër, për caktimin Allahu e ka bërë dhe ne nuk e dim. Ton poenta, cili prej jush dhe une e dim, që ka caktua Allahu për ne, nuk e dim. Po ta kishim dit, para me ndoje, me të thonë dikuj shembol, sot e gjëma, ditën e djel, në ora 12, 2 minuta, 3 sekunda vdes. Që kështë e bon për dit? Kështu ta këshim dit ne, si kina me vdeka. Allahu dhe lësha në krijesën e vetë e din, se sa mundet me qëndru, sa mundet me duru, dhe as kush prej nesh nuk i din disa pun, që nuk mundet me i duru. Hadithi tretë, për sot në lidhje me mbikëqyrjen ose kontrollën absolute që ka Allahu mbi ne, është mbroje Allahun ose obligimet e Allahut të çojnë në vend nëse don Allahun ta kesh në anën tënde. Do më thonë, nëse don Allahu të jetë me ti, tash edhe ti dush me qenë me Allahun. Shumë herë ne kena qef Zotit me i kërku të mira, që normale për njeri unë me i kërku Zotit të mira, bile ne nuk kërkojmë sa ka Zotit, se na vjen disi mendojmë që o Zot ama e matë me vetë vetën. Shive mos e matë një vepra tona me Zotit, që Zotit ka ma shumë se sa mendojmë ne. Kur të kërkojsh të Zotit, ullu mirë, mendo mirë dhe kërko mirë. Mirë po me regula. Edhe mos u mërzit
se valla be unë i kërkova Zotë s'ma dha. Se Zotit e ndoshta në kohën, momentin dhe vendin që ti se ke mendu asnjëherë. Zoti e din më së miri se kur na jep të mira. Se ndonjëherë nga të mirat e tepruara njeriu edhe e gabon. Shumë njerëz ne kemi në botë që kanë të mira, mirë po, tepër të mira, se ne mban veten, se ne kontrollon veten dhe gabon. Enesi radhiyallahu anhu thot, vërtet njerëzit i bëjnë disa vepra edhe në sytë e tyre si njerëz janë të vogla, ndoshta sa qimja e flokëve, kurse në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këta gabime që i bëjnë njerëzit tash ne kemi quajtur gabime të mëdha. Tash të ndërshëm vëzër të ne me fol drejt, që mund me mështjel, i kina disa gabime ne që shumë normal i kina ba. Me të vërtejt, të ne tash, do gabime janë që ne i quajmë normale, ata nuk janë normale. Sepse sa do që janë të vegjera të gabimet, prapë se prapë janë gabime. Për në fund se e zonë është duke thirë, e lusim Allahu subhanu ta'ala që na udhëzon të gjithve. Unë e di që jemi të udhëzuar, po të na përforcon në udhëzim. Sepse dunjaja, Turqeli thonë jallam dunja. Dunjaja e rrenjshme, probleme sa të dush, komplikime sa të dush, gajde sa të dush, e inshallah Allahu lëshon na përforcon që edhe në qoftë se vdesim me fjalën la ilaha illallah dhe duke bën vepra të mira. Inshallah Allah na udhëzon edhe të gjithë së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.